cikli mujor të gratë dhe lahonia. Pra në qovë se gruas i vjen ky cikël gjatë ditës së agjërimit, qoftë edhe disa minuta apo sekonda përpara perëndimit të diellit, agjërimi i saj prishet asaj dite dhe duhet ta zëvendësoj kaza pas Ramazanit. Dhe së katërti janë marrëdhëniet intime. Dhe me këtë kam për qëllim marrëdhëniet seksuale me bashkëshortet, e cila gjatë ditës së agjërimit e prish agjërimin nëse bëhet me dashje qëllimisht. Sigurisht dhe ky është prej gjunaheve të mëdha, duhet të pendohet me sinqeritet tek Allahu Xhalla Xhelaluhu dhe atë ditë agjeron kaza pas Ramazanit. Përveç kësaj, kjo gjë ka një shpagim i cili quhet shpagim i rënd, i cili është pas lirimit të një robi e cila është e pamundur sot, kjo gjë, sepse nuk ka robër dhe sklever, atëherë duhet të agjeroj 2 muaj rresht. Nëse nuk mundet fizikisht për këtë gjë, duhet të ushqej 60 të varfër. أحب رضاه أحب لي